4 persona të armatosur dhe të maskuar tentojnë të grabisin një banesë në Llakatun të Vlorës. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e dieshme, ndërsa kanë mbetur të plagosur 2 vëllezërit Resmi dhe Dane Toraj, pasi janë përleshur me autorët. Ata janë qelluar me pistolet nga grabitësit dhe janë dërguar në spital. Një prej vëllezërve, Resmi Toraj, tregon tmerrin e përjetuar. Sipas tij, gjithçka ka ndodhur në prani të fëmijëve të vegjël dhe grabitësit kanë ardhur në banesë, ndërsa të gjithë familjarët ishin në gjumë. Më ngritën fëmijët nga gjumi, unë ngrita pastaj hua shumë e njerin me atë që më erdhi me thik, ai më qelloi tjetri me pistolet. Po pas kësaj Pastaj doli vëllai nga dhoma tjetër, sa doli ai atëherë qellon dhe ata. Pastaj u larguan? Larguan. Ishin të maskuar? Të maskuar, po. Morën që? Jo, s'morën gjatë. Kam qenë në Greqi, tani jemi kthyer. 2 vjet që jam kthyer me familje, kurse Brazeri tani ka ardhur. Ka një muaj që ka ardhur. Keni ndonjë dyshim se kush mund të jeni njëjtët nga zëri? Jo, Nazari si njëjta. Ata tani jemi policia. Jemi policia, mos luni se do qelloj. Pas kësaj, autorët janë larguar nga banesa e vëllezërve Toraj, pa mundur të marrin asgjë, ndërkohë që policia ka nisur hetimet për identifikimin e autorëve.